Richard Grenellit po I vjen fundi. Grenelli është në pikën më të lart në karrierë dhe ky është një lajm I mirë për Kosovën. Dikur njeriu I afërt I Trumpit që ndronte me u bë sekretari I shtetit, ndërsa sot është vetëm një udhëheqës I qendrës Kennedy. Madje sipas Daily Mailit, edhe këtë pozicion e ka në pikpyetje. Por para se me vazhdu, mos harroni ma bë follow. Sot Daily Mail ka shkruar për ngritjen dhe rënjen e fuqisë së Grenellit brenda administratës Trump. Sipas mediumit britanik, krejt kjo ka ardhur si pasojë e përplasjes me Suzy Wiles, shefe e kabinetit të Trumpit dhe njeriu më I fuqishëm pas presidentit amerikan. Gjithashtu sekretari Marco Rubio e mori lidershipin e politikës amerikane mbi Venezuelën, duke e lënë në qoshe Grenellin, që ishte I dërguar special I Trumpit për këtë çështje. Në këtë shkrim përmendet edhe përpjekja e dështuar e Grenellit për realizimin e një takimi mes Trumpit dhe Aleksandr Vučićit, e cila përpjekje fatmirësisht dështoi. Takimi nuk u realizua kurrë, sepse Suzy Wiles ndërhyri. Anulimi u bë me arsyetimin se Vučići kishte probleme shëndetësore. Nëse ky raportim është I vërtet, atëherë është një lajm I mirë për Kosovën. Grenelli ka qenë një diplomat problematik dhe me qasje konvencionale ndaj Kosovës dhe Serbisë. Në shumë raste ka përkrahur agjendën serbe, madje është dëkruar nga Vučići. Nëse është dëkruar edhe nga ish-presidenti Hashim Thaçi. E ka përkrahur publikisht korrigjimin e kufeve, ide që praktikisht e ndonte Kosovën. Ishte njeriu kryesor që lobonte në Washington për këtë ide në vitet 2018 dhe 2019. Po ashtu trysnia e Grenellit e rrëzoi qeverinë Kurti 1, që ishte qeveria e koalicionit mes vetëvendosjes dhe LDK-s. Në shumë raste është përzit direkt në politikën e brendshme të Kosovës, përfshirë edhe në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025. Aktualisht, Kosova, veçanërisht presidenti Vjosa Osmani, ka arritur një modus vivendi me administratën Trump, duke e bë Kosovën vend themelues të bordit të paqes. Prandaj lajmi për humbjen e ndikimit të Grenellit në rrethin e ngushtë të Trumpit është I mirëseardhur.